Atë qeverin mundet me fermu, po Kosovën ka me shkatru. Si ka, mos si ka e po djetë hapta si ka, po nuk e di që ka presëm na. Pa tjetër se po, kush tjetër, s'ken tjetër më të. Po, tuk si s'paralizohet ai projekt, faktikisht diçka ka. Do më thonë nuk i ka votat. Po normal ai me kompos votat, veç nuk i shkuen luandër me asi po si ka edhe veç bukqyën zgjedhjet. Pas po se kish bo që 8 muj dit, po si ka, mos si ka e po djetë hapta si ka, po nuk e di që ka presëm na, pitina mo, si ka, edhe prom deklerej ku ke atje në Sponja, po edhe këta qatë potez janë si kurti si këto, veç zgjedhjet të arshme qëndrur edhe në shta pështujmi. Po duhet me dalë, pa tjetër jemi të obligum na. Ja mendon që situata ka me qenë ma mirë se që është tash? Po pritet me ka ma mirë. Edhe thash, zëti mos se fitoj kërkush marë shumë se për mi 40% në nga parti. Se piqo kratë shumë e s'ka fuqi. Formoj qeverin. Pa tjetër se po, kush tjetër, s'ken tjetër më të. A mendon që ai ka votat? Kam i ba 6%. Atë qeverin mundet me fermu, po Kosovën ka me shkatru. Pse po thua ashtu? Pse thëmë ashtu se e njof, edhe kush o Albini edhe krejt politiqarë se vjem 83 vjeqarë. Po qeverisja Kurtit, për ju që nuk e dini qysh qeveriset, mirë bolo. Se ju me ndoni, që ku ka Graçanicën gjithë të spastrën, edhe Goroshdevcin të peja, se për Mitrovica jo gjithë kush e din që i ka shku. Po, tuk si s'paralizohet ai projekt, faktikisht diçka ka. Do më thonë nuk i ka votat. Me letë kishte me qenë qatë kombinim me bo dhe me realizu qatë projekt se sa me hinë në zjedhe të reja. Edhe në qovë se ka punu mirë, duhet mu pa pis lartë, për distancë. Po normal ai me kompos votat, veç nuk i shkuen luandër me asi po si ka edhe veç bukqyën zgjedhjet. Zgjedhjet para kush me zbërbo, voturin, mos lauti. A me shku në zgjedhje? Edhe opozita si ka numrat, veç aty jenë tash dyshim, edhe këta. Këta s'po mujnë me ronë në një vend opozita se po kopën për poste, për kryeministri. Disa 50-50. U orientu veç në veri, një popullin e kalon pak si onësh. Kur ti e meriton, a i ka numra disa ja është shtirë. Se këta që kanë pas për para, tash ju kanë shkuton, e si halon numrat. Pse mendoni që Kurti e meriton? Kurti e meriton me të gjitha. Me rritjet në rrugën, penzije, 13 penzi, tonat.